Kreu i Kishës Katolike Romake, Papa Francesku ndroi jetë mëngjesin e sotëm në moshën 88 vjeçare. Papa vuante nga një sëmundje dhe kishte një krizë të zgjatur të frymarrjes të ngjashme me astmën. Lajmin për vdekjen e tij dha kardinali Kevin Farrell nga Vatikani, i cili mesjerash tha se gjithë jetën e tij Papa i shërbeu Zotit dhe Kishës. Con profondo dolore. Në orën 7:35 të mëngjesit, Peshkopi i Romës, Francesku, u kthye në shtëpinë e tatit. Ai na mësoi të jetojmë vlerat evangeliste me besim, guzim dhe dashuri universale, posaçërisht në interes të më të varfëve dhe më të marginalizuarve. Në fjalimin e tij të fundit të bërë dje nga balkoni i Bazilikës Shën Pjetri përpara turmave të mbledhura me rastin e festës së Pashkëve, Papa kujtoi popullin e Gazës, në veçanti popullsinë e saj të krishterë, duke thënë se konflikti shkakton vdekje dhe shkatrim dhe krijon një situatë të mjerueshme humanitare. Ai e quajti gjithashtu shqetësues rritjen e antisemitizmit global. Çfarë etje të madhe për vdekje, për vrasje që shohim në konfliktet e shumta që tërbohen në pjesë të ndryshme të botës. Unë shpreh solidaritetin tim për të gjithë popullin Izraelit dhe popullin Palestinës. Thirrni një armpushim, lironi pengjet dhe vini në ndihmë një popull të uritur që aspiron një të ardhme paqeje. Papa Francesku lindi në Buenos Aires më 17 dhjetor 1936 me emrin e origjinës Jorge Mario Bergoglio. Prej 13 marsit 2013 ishte papi i Kishës Katolike dhe Peshkopi i Romës, sovranitet i Shtetit të Vatikanit dhe papa i 266 në histori. Mbi një dekadë në rolin e tij si pap, Francesku mbeti një figurë admirimi dhe polemikash. Ai u përpoq të reformonte burokracinë e Vatikanit, të trajtonte korrupsionin dhe të adresonte disa nga sfidat më të ngushme të Kishës. Gjatë papatit, Francesku ndërmori një sër reformash, ndërtoi dhe kodin penal të Vatikanit, ku parafroi dënimet me ato të ligjeve ndërkombëtare. Gjithashtu reformoi sistemin ekonomik të selisë së shenjtë, ashpërsoi ligjet e korrupsionit dhe krimet kundër të miturve, duke i dënuar ashpër edhe skandale që kishin përfshirë më herët Kishën Katolike, derisa i njihej për përulësinë dhe përkushtimin ndaj drejtësisë sociale. Udhëheqja e tij kishte tërhequr gjithashtu rezistencë të mprehtë nga konservatorët brenda Kishës dhe më gjerë.